poshtër. Po. Burrat Po ti bën propagandë komuniste. Patjetër. Atëherë është shumë e vërtet kjo, prandaj ta solla rastin RTS shkollë, që është një televizion i frekuentuar nga prindrit dhe nga fëmijët për me pa programe për biologjinë, për kimin, për matematikën etj etj. Pra e keni aty ulkëm kryq, nuk janë narrativat tona, idiotësitë tona, konspiracionet tona. Kështu që jam dakord dhe me qasjen që ti thu që nuk është faji i Partisë Demokratike, mos organizimi i prindërve për me mbrojt fëmijët e vet. E zem neve që u çmend krejt politika shqiptare këtu. Jo, PD-ja të gjithë partitë opozitës kanë faj. Po unë si prind, pikërisht që kam sjell një fëmijë në këtë botë, patjetër. Nuk e le unë fatin e fëmijës tim në dorë Partisë Demokratike. Bravo, kjo është ideja dhe unë mos ma ndihmoj Partia Demokratike ta zgjidh hallin, do mundon ta zgjidh vet. Patjetër. Unë mendoj që prindrit shqiptar duhet marrin përgjegjësi në raport me fëmijët e tyre, sepse kjo lloj propagande, e cila është më e rrezikshme që i ka ndodhur ndonjëherë, për mendimin tim, unë mendoj që është ulë këm kryq dhe do një përgjigje shumë të fortë nga organizimi që do bëjnë prindrit me njëri tjetrin, sepse është për fëmijët dhe fëmia i bashkon, nuk i ndan prindrit nga njëri tjetri, apo jo, se nuk bëhet fjalë a do shkojmë të PS-ja apo do shkojmë të PD-ja, që do ndahen njerëzit, ky është me PS-n, ky është me PD-n. Ktu bëhet fjalë për fëmijët e vet. Dhe unë do doja një lloj po themi zgjimi nga ana prindërve që ti ftonim që ta shikonin këtë çështje në mënyrë të tillë. Përpjekjet që ne kemi bërë janë përpjekje modeste, se ki parasysh edhe ne s'kemi as fonde, s'kemi as i gjë, domethënë ne i bëjmë vetë nga ana jonë, siç ke vepruar dhe ti apo njerëz të tjerë. Por është momenti për mendimin tim. Unë kam një djalë që i ka kaluar në 19-tat, pra quhet për efekt të ligjit tashmë quhet i rritur, paçoren.